Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për media deklaroi se opozita nuk do të heqë dorë nga protesta. Megjithatë, ai u shpreh se fillimisht angazhimi do të jetë tek referendumi për vot besimin e kryetarit dhe të kuvendi kombëtar, ndërsa paralajmëroi se ditët e para të qershorit do të jetë dhe kryengritja e radhës. Në mënyrë më të fuqishme do të vijojmë me protesta, por kemi referendumin për vot besimin e kryetarit dhe kuvendi kombëtar dhe këto janë procese që kërkojnë punë. Ndaj ditët më të para të qershorit do të jetë kryengritja më e fuqishme që ka njohur Shqipëria, tha ndër të tjera Sali Berisha. Xhelat në sigurimit të shtetit, i cili ka vaj problemet e veta, po janë me radhë këto gjëra. Janë me radhë. Kështu që për këto arsye i vlerësoj qëndrimet e pronarëve që e shkatruan, e nxorën të paftyrë siç është, e nxorën, ndaj dhe përgjigja. Por nuk po kalojmë aty, qëllojmë këtu. Edhe njëherë, këtu keni çdo dokument në procesin legalizimit të kadastrës, që fakton se toka ka qenë arë, që fakton se në këtë tull 307 metra, si përfaqja ndërtimit kati parë është 92 metra dhe që vazhdojnë katët në ndërtesa 3 katëshe, që faktojnë mashtrimin publik të Altin Troplinit, që faktojnë se është i padenj, është i Irena Gjok, bis në prokurorinë e shtetit dhe që paguhet me rrogën më të lartë në Balkan, nga Slovenia, gjerë në Kakavi, mundë dhe në Greqi, në oftasë jam i sigurt, ky është njeriu më rroglartë. E kuptoni ju apo jo? Se që meriton ky. Pra, unë uroj dhe shpresoj që këto dokumenta t'ja paraqisti publikut, si një detyrim, edhe si detyrim moral, për atë lloj kredibilitetit pa merituar, kur të merituar, që i është dhënë atij personi. Shqiptarët të mësojnë se kush janë ata që bën vetimun dhe si e bën vetimun. Se të përfaqëson ky njeri që u bë i plot fuqishëm në vetim pas largimit të institucioneve të vetimut. Pra, ky është narkoshteti. Ky është shteti i delinkuentëve, i mashtruesve, i paralarzve të tipit Dumani. Prej sa kohë që i dispononi këto dokumenta zoti Berisha, dhe çfarë ju pengon juve që të dorëzoni në SPAK në një kohë më të shpejtë? Këto dokumenta ka disa kohë, por ja i pata njoftuar ju. Unë ju thash këtu se po e zaurojmë njëherë dosjen Gjoka Maneku Shpata e tjerë me radhë. Pasi u e zarua ajo dosje, ja u thash, unë do ju kthem, ju kisha informuar, do ju kthem dosjes Dumani. Dosjes Dumani. Dhe ju ktheva dosjes Dumani me këto dokumenta. Saktësisht mund të ketë disa muaj që unë i disponoj. Por, kam deklaruar në mënyrën më të përsëritur se kur njënën punë si shtetit nuk mund të ketë me rrogën e tij dhe të bashkëshortes të tij 4 banesa si ky. Kto e kam deklaruar sepse afërmendsh s'mund bëhet. Tani faktohen të gjitha. A keni dosje për prokurorë të tjerë të SPAK? Çfarëdo që kam, unë nuk e mbaj e bëj publike. Gjerë me datën 30, 2 ngjarje të mëdha. Është referendumi për votbesimin e kryetarit dhe është kuvendi kombëtar. Tani ç'është e vërteta, këto janë procese që kërkojnë punë, kërkojnë përgatitje teknike, kërkojnë një punë të gjerë. Ndaj dhe të siguroj që ditët më të para të qershorit do të jetë kryengritja paqësore më fuqishme që ka njohur Shqipëria. Faleminderit shumë.